Në këto kushte i bie, si thamë, të drejtë ka Saliani që thotë që duhet të bjerë njeriu i opozitës, pastaj bie ky se s'ka njeri që të rrëzojë. Po dhe këtë kur të rrëzojë dhe këtu mbetën pastaj një zgjidhje. jemi në një rreth vicioz. Do flasim për një zgjidhje realiste tani. Po, pra. Mos flasim për socialiste. Ore ka një padurim të shokut. Mendoni ju që zgjidhja realiste e largimit Berishës 23 maj? Jo. Fare. Se ekziston. Unë nuk e mendoj që është A zgjidhja si realiste. mendohet e? Se ekziston fare. Kështu që zgjidhja realiste kush është? A është bashkimi i opozitës nën flamurin e Partisë Demokratike me Berishën pra si lider? Besoj që kjo është e pamundur dhe sapo dëgjuam më të gjithë që kjo është e pamundur. Pra, nuk është zgjidhja realiste çfarë ndodhi se ne marrim Hungarinë si shembull sot dhe si rast. Rasti është që një parti që kishte pothuajse 2/3 e votave u grye nga brenda. Nuk doli një opozitë dhe ata kaluan si votues të jashtëm. Ata votuan veten, por votuan antikorrupsionin. Re bashkimin e opozitës, ata votuan 2/3 e Fideszit, i mori Fidezi prapë, mori njëri Fideszit me të njëjtat idesi Fidezi. Nuk pati aty socialdemokratë që erdhën në pushtet, socialistë që erdhën në pushtet. Erdhi një parti i njësoj si Fidezi, me të njëjtat propozime, me të njëjtat qëndrime. Por besueshmëria pra, kjo është besueshmëria. Besueshmëria. Kaq është. Ai greu partinë e vet. Pra, si do të dojë marrësh direktoratin e Partisë Socialiste, i cili në përgjithësi është statik dhe ka treguar që nga 91-shin deri sot është statik. Partia Socialiste s'ka rënë kur poshtë 700.000 vota. Është elektorat statik, çfarë do të bëjnë ata? Sa do të vjedhin, sa do të bëjnë. Ai është elektorat statik. Si do të kalosh ti kur njerëzit që votojnë largohen, paksohen? Si do gryesh nga brenda? Çfarë do u thuash socialistëve? Si do ja marrësh? Pra, mos zgjidhja realiste. Çfarë është zgjidhja realiste? Zgjidhja realiste është që Rama Po edhe zgjidhja realiste dhe Rama vetëm. Ka një element që më intereson të kjo që tha Antoni për shkak narrativës që ka edhe vetë, që unë besoj atë, po themi, deformimin e vullnetit zgjedhësve, se po e përmbledh kështu, apo vjedhjen e zgjedhjeve, po tani thotë që me të drejtë që Partia Socialiste nuk bie nga 700.000 vota. Pra do të thotë që e ka një bazë të caktuar. Dhe Partia Demokratike duhet të tejkaloj numrin e votuesve që ka Partia Socialiste, apo jo. Si e tejkalon? Për shembull, në zgjedhjet e 2021-shit, 220.000 votues për herë të parë, që kishin bërë moshën në 4 vjeçarin e fundit, nuk morën pjesë votim. Pra ja ku është mobilizo këtë shtres e mundër. Pra kjo ndodhi, shkoi 80%. Në Shqipëri nuk shkon tek 50% pjesëmarrja në votime. Cili është elementi tjetër? Është kultura demokratike, prandaj nuk lodhem mund ta them që debati publik ka një problem. Se ju thoni zgjidhja realiste. Zgjidhja realiste është kjo. Në demokraci ka një rregull. Kryetari i opozitës që u mbet zgjedhjet largohet. Kemi dy herë, e dini ju, dini se nuk është tani këtë prit një sekondë. Largohet doktori tani. Çfarë thot ky më vllaz se po na habit tani. Tani. Dy herë do të merresh me shumë. Dy herë në mirë. Dy herë në Hungari që na PD-ja. Një sekondë se besoj që vlen për por popullatës tuaja mo. Ore popullata nuk lë të gjë pa dëgjuar në këto orë. Pastaj tronditu. Nëse nuk ndron opozita, është thuajse e pamundur që të fitoj. Dy herë në vitin 2010 dhe 2014 qëndroi njëjti kryetar opozite në Hungari. E mundi herën e dytë me 2/3. Në Britaninë e Madhe ai Jeremy Corbyn në mos gaboj. Qëndroi dy herë, humbi të dy herë, erdhi ky Starmer me vot, fitoi zgjedhjet. Nëse nuk ndryshon opozita, është thuajse e pamundur që të mundet qeveria. Dhe zgjedhja realiste është kjo. Duhet të hapë qeveria. Të hapet gara, ose ndryshe kemi pasaj një autokraci. Opozita, se prishen rregullat, zëvendësohet opozita, dhe një opozitë tjetër. Po s'kan forcë nxjerrin një opozitë tjetër. Kjo është ideale i thotë. Tu ka një element. Por tu kemi uzurpimin e opozitës, uzurpimin e përfajtorë këto kushte. T'ja u themi që ta kuptojnë qytetarët. Ne kemi dhe një populatë, ne kemi dhe popullatën bashkë me ne që do dy parti. Ai dashurohet me dy parti, është dashuruar me të gjatin dhe me doktorin, dhe është dhe populata kështu, nuk ka fajtë Saliani. Nuk e di dy dashurë. Ore dashuria e popullit. Ne po themi tek votat, nëse ka deformim të vullnetit zgjedhësve, nuk e voton populli pra. Po themi deformim se nuk qëndrojnë me njëra tjetrën. Kur nuk ka garë, nuk të mban populli, të mban konjunktura, në qenë se quajtet kështu. Pra ky është problemi. Okej, tani ka ndodhur një Trump ka propozuar se ai tani propozon shumë gjëra. Senat. E ka çuar Senatit. I ka propozuar Senatit. Senati nuk e ka aprovuar, po sigurisht duhet të aprovojë. Ambasadori. Ka propozuar ambasadorin e ri për Shqipërinë. General në pension është.
A mund të nëzirë një pak, general, po nga dërgojnë, më duket, batonë, pse valë, se dërgojnë general këshu, kjo ka qenë dhe në për luftra në Afganistan me Sadiun. A është kjo Wendit, kjo, e? Wend. Erike, Wend, e? Ky ka qenë i propozuar edhe për ambasador në Katar, në vitin 2020 nuk kaloi se e refuzuan demokratët. Besoj tash kalon. Tash kalon se po e kanë refuzuar demokratët, tani janë ata. Po u fut para nëntorit, e kalon. Dhe më thëmë pëse ti bje në nëndorë Trumpit të atje? Jo, bje Senatit dhe Kongres. Senatit bje... Po jo me aprovojnë tani ata, pa filluar vera në vjeshtë e ke këtu këtë. Vjen këtë një, base afrojt... Ushtarak. Base ka radhën të afrojt me doktorin këtë. Baton, këtë gjedi. Kush? Po se dy ambasador janë me të majtet, një me të djatë, dy me të majtet, një me të djatë. Si thua ti... Ka ko që kërkoj një, e para punës ishte një dilema, do të ketë... Po pjësë mirë të ka bojë, se duhet pjësë Fatmiri për këta. Fatmiri me diu këta. Jo, di që është... Që ka kaluar 2 vjetë ka qenë koordinator i Komisionin Mbikëqyrës së Palestinezo-Izraelit. Ka qenë... Një gjë duhet të thënë se edhe kjo pritje që... Shikoj me kujdes se duhet të takosh, ore. Ambasadori përfaqëson linjën zyrtare të Departamentit të Shtetit, se duket ku erdhi ky është mik me këtë, është i afërt me ta. Ai do përfaqësoj linjën e Departamentit të Shtetit. Në përgjithësi ata i kanë dërguar në vend të bukur kështu me det me gjëra. Që është ushtarak, kështu. Po kushdo që të ishte vend të bukur ishte, nuk ndryshon vendi nga propozimi, apo jo? Jo, nuk po them jo, po ç'mendoni tani? Ti mendon që Mendoj që është lajm i mirë për Shqipërinë që Shtetet e Bashkuara po sjellin ambasador mbas u bë thuajse 3 vite. Lajm i mirë është. E kam pas një... Tash duket që është prap vëmendje. Po mirë, propozimi, se s'ka pas as propozim. Në 2012 nga sepse ishi propozuar David Kostelançesh nuk e kaloi 2 herë. U nominu 2 herë nga Shtëpia e Bardhë dhe nuk e kaloi. Kështu që është lajm i mirë. Është lajm i mirë se Shqipëria po që është rikthyer vëmendja. Që u rikthye ambasadori, se ka qenë dilema a do ta udhëheq një shtet të 3 vendet, edhe Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malnezi, dhe ajo ka qenë dhimbje e madhe për neve, me të thënë drejtën, me ta udhëheq një ambasador nga Greqia, dhe fitoi betejë. Nëse është ashtu, pa diskutim që një nga ambasadorët më të forta në rajonet dhe për shkak të lidhjeve politike me Trumpit, pra nuk ka të bëj vetëm nominimi në atë rast, ka të bëj edhe personi që është. Dhe Biden kishim fitoi betejë e State Departmentit për ambasador në vendet e Ballkanit. Ambasador kemi pasur, po gjatë Biden kur ishte Hilli si qendër si ai që jepte direktivat për gjithë rajonin.